Se edhet në kanalin ton Solea Family. Ja ku është Solea, dhe unë jam në Sidi. Solea sot nuk shkoi në Kopësht, sepse ishte koha shumë e keqe, edhe sot për Solea është një ditë shumë e veçantë. Çfarë ditë është sot Solea? Çfarë feste ke ti sot? Unë lozi e filinin në fen. Atëherë Solea te Kopshti ka një shoqe të ngushtë që rri shumë, quhet Filini. Edhe ajo sot ka ditëlindjen edhe na ka ftuar sot në orën 3 mbasdite për të bërë një fest. Edhe unë u blej një rurat për Filinin me një balune, po ne kam shoqe shumë Filini. Ne tani po shkojmë tek dyqani, do zgjedhim një dhuratë për Filinin. Mami Mela është e puna sepse punon gjithmonë para dite. Edhe tani do shkojmë tek dyqani për të zgjedhur dhuratën për Filinin. Çfarë mendon ti Solea se do t'i shkonte sot Filinit si dhuratë? Një Barbie. Po do t'i shkruajmë dhe një letër kështu? Çfarë do t'i shkruajmë? Filin, ich bringe dir ein Geschenk. Po, Solea kërkon të thotë që Filin do të sjellë ty një dhuratë. Do mundohemi dhe kur t'jemi te festat Do t'i shkruaj do ta shkruaj babi? Gjermanisht. Po. Edhe kur vi mami Mela nga puna, do shihemi përsëri dhe do mundohemi kur t'jemi te festat të kapim sa më shumë gjëra të bukura. Mos u largoni nga kanali jon, Solea Family. Ariel, babi. Është Arieli. Është Ariel, është floka që Arieli. Hajde, dyqanin qik babi, okej? Po kjo tjetër çfarë është? Qik neve. Si bombi. Jemi afër dyqanit Solea tani? Po. Okej. Çfarë do zgjedhim këtu një dhuratë për Filinin, ha? Filinin edhe unë dua një balun, edhe unë. Foto. Fatti. Spaghetti. Ich gangstermaten. Po këto çfarë personazhesh janë Solea? Që duket si Beauty and Beast. Ha? Që duket kjo blume duket si Beauty and Beast. Ajo lulja? Par ju lulja. Si Beauty and Beast lule, Beauty Beast. Edhe kish? Okej. Merr ashensorin dhe shkojmë poshtë. Okej. Posh. Në draj Filinit. Tani do zgjedhësh lotën për Filinin, ha? Çfarë do t'i bësh dhuratë Filinit? Dua edhe unë. Edhe ti do? Po. Ti nuk e ditëlindjen. Unë dua edhe unë. Je lumtur ti sot për festën? Po. E Barbie. Një lloj? Barbie e në gëll. Jo. Nuk është një lloj. Jo. Ky është film. Po. Këtë zgjella unë për vetën tim. Ta bëktoj. Edhe unë dua ta bëktoj. Po edhe ti. Të dyja. Mirë? Okej. Filinin e kësh një për mua për shumë. Ti ke marrë të dyja një lloj apo s'ka problem? Një lloj nuk ka gjë, ka edhe një Barbie, okej? Ke shumë leke. Ke lek. Shkojmë ti paketë. Ne zgjodhëm dhuratën për Filinin, edhe Solea donte një dhuratë. Je kënaqur me zgjedhjet që bëre? Po. Tani do shkojmë te shtëpia të vishemi bukur për ditëlindjen e Filinit. Është në orën 3, do presim dhe mamin, okay? Okej, le të shkojmë. Po do të hapim këtë. Do ta hapim te ditëlindja. Unë kam qef të hap dhuratën time, kam shumë qef që ka tu brenda.
Tani ta shkojmë që ka. Ta hapim? Okej. Ta shkojmë që ka. Okej. Një ta hapim ende. Tu ta hapim? Hapim që, okej. Ta hap? Wow. The heck? Unë këtë marrë një lloj si filini, po ne kam shumë shoqe filinin. Edhe pa që mund të lazim dhe kë filini, po ti nuk e di që kam unë brenda këtu për të filini. Unë kam shumë shoqe, badaj, unë të jep një surprizë për ti, nuk e di që ka prap. Edhe ka një të madhe. Shkoj? Ke edhe një banën këtu kë ti ke qesh edhe që. Tani Solea ne jemi bërë gati dhe po shkojmë tek Filini. Tek ditëlindja e Filini, do takojmë edhe me Mami Melën. Po, me mami. Edhe do shkojmë tek festa për Filinin. Po, unë do ta jepte dhe Filini do ta hapi në shtëpi, pastaj Filini do lozi me pastaj ku te iki në kopshe unë edhe Filin, pastaj do lozi gjithë nitur me mua Filini. Po. Okej, na ndiqni. Pa qemë të shimë nesër. Viel Glück, Filin! Ja ku jemi të tre, U bashkuam. Sa po erdha dhe unë nga puna, edhe sot do la pak më herët, në mënyrë që të shkonim së bashku, tek e ke thënë se ku? Te ditëlindja e Filinit, po e kam thënë. Ditëlindja e Filinit, edhe jemi 10 minuta me vonesë dhe tani do hyjmë në nxitim E Filini. te Filini. Te festa. Oh, das klappt ja richtig gut. So, bei 3 kommt der Stufenmeister. 1, 2, 3 und der Stufenmeister! Ne tani po ikim në shtëpi, sa po dolëm nga festa e ditëlindjes së shoqes së Soleas, edhe tani po ikim për në shtëpi, jemi të tre së bashku, po si dhe me Solean jam po hecim pak përpara. Do t'ju tregojmë edhe se si ja kaluam, siç e keni parë edhe siç e keni parë edhe pak minuta më përpara, momentet që kaluan tek festa. Kalamajnë të kënaqur bashkë me njëri tjetrin, por ne si prindër, si shqiptar, kemi dëshirë të ndajmë me ju edhe opinionet tona, se si ja kaluam atje, si ishte mikpritja, do me thënë ne ishim për herë të parë, të ftuar në një ditëlindje ku
në një ditëlindje nga një familje gjermane, ku edhe të tjerët, familjarët e tjerë ishin vetëm gjerman, edhe vetëm ne ishim shqiptar atje, domethënë të huaj. Tani duke qenë se kemi pak kohë, para se të shkojmë në shtëpi, kemi një pjesë rruge për të bërë në këmbë, edhe po ju a tregojmë tani opinionet dhe s'na le Solea se do të lexoj librin. Do të lexoj librin që mori dhuratë nga ditëlindja, nga ajo mësuesja. Pra siç po ju thoja, si fillim unë dua të ndaj opinionet e mia, mendimet e mia se si ja kaluam. Pastaj kam dëshirë të pyes edhe Ensidin. Për mua, si familje gjermane, si kulturë gjermane, ishte okay. Nuk më bën më, domethënë, përshtypje sepse jam mësuar me sjelljet e gjermanëve këtu, ose kulturën e tyre, edhe se si ata i organizojnë gjërat, ose mënyrën e festimit. Atëherë, për mendimin tim, në krahasim me festat që ne organizojmë në Shqipëri, edhe me kulturën që ne kemi, mikpritjen, këta realisht janë të ftohtë, nuk të takojnë, ose maksimumi mund të japin dorën. Organizimi nuk është aq i bukur ose i madh ose i mirë menduar siç e bëjmë ne në Shqipëri, në një rast festë ditëlindje. Gjithsesi kjo është një festë e vogël, aty ishin gjithsej 7 fëmijë, edhe kishte nga një prind, ose ishin edhe të dy prindrit, domethënë ishin pak vetëm, ishin vetëm fëmijët e kopshtit që i kishin ftuar në festë. Gjithsesi unë jam shumë e lumtur që ne ishim aty, edhe ata na kishin ftuar edhe ne në festë. Ne vlerësoj shumë këtë gjë, është shumë gjë e mirë, dhe siç e thash më përpara, për ne ishte hera e parë që ne shkojmë në një festë të tillë. Ishte shumë bukur, ishte shumë lezetshëm, ambienti ishte familjar, ishte i ngrohtë, ishte në një shkollë kërcimi ku bëhen kurse, ishte arreduar hapësira aty për ditëlindje, kishte një tavolinë, zbukuruar edhe tavolina për ditëlindje, kishte 2-3 lloje kek të ndryshëm, torta kështu të vogla, edhe ujë edhe lëng molle kështu për fëmijë. Për mendimin tim mund të ishte edhe pak më mirë i organizuar, por duke qenë se si i festojnë, si organizojnë këta festat këtu, është super okay, nuk përbën habi. Edhe aktiviteti për fëmijët ishte shumë bukur. Ajo mësuesja e kërcimit i aktivizonte fëmijët së bashku, krijoi lojra të ndryshme, kërcime të ndryshme. Ishte shumë këndshëm. Për mua, domethënë, ishte okay, se kam përsëritur shpesh herë, nuk e di. Gjithsesi tani të dëgjojmë edhe mendimin e Ensidit në lidhje me ftesën, në lidhje me organizimin atje, se si ja kaluam. Tani Ensid, ç'a mendon ti, ç'a do të thuash për shikuesit tanë? Tani mendimi im, ne vlerësojmë faktin që na ftuan. Ishte hera e parë për ne që shkojmë në një festë ditëlindje të një fëmije gjerman, domethënë. Nuk është se kishte shumë njerëz, siç e the ti, po ata që ishin gjerman, 2 familje apo 3 sa ishin. Solea ja kaloi shumë mirë. Ishte diçka e vogël, në fakt kjo goca e ka pas ditëlindjen para disa ditësh. Po të hënën duket. Të hënën, po ka qenë kopësht, edhe sot në këtë orar tani që nuk janë fëmijët në kopësht. Po. Kishin menduar ta organizonin këtë festën. Sepse sot është e premte, dhe të premten fëmijët janë deri në orën 1. Po, deri 1 në kopësht, edhe ne orari i festës ishte nga ora 3 deri në 5. Ishte super, domethënë kishe kohë që të shkoje në festë. Por që gjermanët kështu e kanë pak vështirë sa të futen në bisedë, pastaj futen bisedë edhe mund bësh edhe mik edhe shok me këta, domethënë. Mendoj unë nga ana psikologjike që mund ta shikoj. Edhe tani si tradita shqiptare nuk ka. Si festat që bëjmë ne, si ditëlindjet që bëjmë ne,
nuk ka jemi më të mirë në botë. Kështu që është vërtet. rrof shqiptaria Është e vërtetë. për mendimin tim. Ne i organizojmë shumë bukur në detaje. Si nata me ditën, nuk ka lidhje fare domethënë. Nuk përbën habi se kemi parë domethënë edhe te kopshi se si organizojnë atje edhe festat e puna ose kemi parë domethënë se si zhvillohet këtu, nuk është një habi e madhe, po thjesht po ndajmë mendimin tona në krahasim me kulturën tonë edhe me mënyrën se si ne i festojmë gjëra, domethënë është Për tamam si nata me shembull, ditën. ne nëse kur ftojmë dikë, qoftë edhe për ditëlindje fëmijësh, e presim ata prindrit, i takojmë, i ulim tek vendi, i shoqërojmë, i tregojmë vendin ku duhet ulet, i qerasim. Jo, këta s'ka shanse fare. Po Megjithatë ai na falenderoi edhe mamaja domethënë, ishte shumë të lumtur që edhe ne ishim atje, edhe edhe ne i falenderuam gjithashtu, ishte këndshëm. Në përgjithësi, okay, domethënë si feste vogël 2 orarëshe, po, që ishte. 3 me 5. Ishte më shumë që të kënaqeshin Se dhe ne, fëmijët. me thënë të drejtën, unë e dija që Soleja kishte ka shoqe këtë vajzën, Po. sepse e përmente gjithmonë edhe kur shkoja që merja Soleja nga kopshti, ajo thoshte që kam luajtur me këtë shoqen ose përshëndeteshin aty të dyja bashk, para se të ikshin për në shtëpi, para se të ndaheshin nga Unë do kopshti. të veçoja pak edhe pjesën e dhuratave, ato familjet e tjera Po, e kishin bërë dhurata shumë të vogla, kurse ne kishim bërë një paku të madhe Soleas që ja kemi treguar. Domethënë dhurata jonë ishte dhurata më e madhe. më mirë, domethënë edhe ai babai me maman kur e pan domethënë se u shpreh në mimik domethënë. Kjo do të thotë që ne shqiptarët kujdesemi shumë që të lumturojmë të tjerët. Po, është Kjo vërtet. është Ose ideja. ne dhurojmë shumë, japim me bollek. Kështu i kemi gjërat ne, ndërsa këta mund sjellin për shembull edhe Një asgjë. një tullumbace, ose një nga këta librat e vegjël fare, ose një vezë Kinder, domethënë si dhuratë, kështu i kanë. Po Edhe prandaj pra thashun, s'ka si ne. Ne jemi numri 1 në gjithë botën. po, është e vërtetë, është shumë e vërtetë. Por pastaj përshtatesh me kulturat e vendit ku ti po jeton, për shembull si këtu Po në mirë se të Gjermani vesh, ose eksperienca janë këto. po. Gjithsesi, siç e thash edhe pak më përpara, E rëndësishme është që u kënaqen fëmijët, lodhen, po, përcyen. fëmijët u kënaqën, me vërtet u kënaqën. Në gjithë bashku atmosfera ishte e bukur, për fëmijët ishte super, domethënë. Kjo është më e Ja rëndësishme. treguam dhe atyre familjarëve të tjerë që kemi hap kanal YouTube-i. Po, I treguam edhe videot. po. I pëlqyen shumë pavarësisht se s'kuptojnë shqip, po do mundohemi në të ardhmen t'i vëmë me titra. Diskutuam pak me personat që ishin atje, me prindrit e vajzës, edhe babai na pyeti edhe na tha që ju nga jeni, flisni shumë mirë gjermanisht, kishte shkuar para 2 vitesh në Shqipëri, Po, kishte na tregoi vizituar, qytetet. po, hapi edhe hartën dhe po Kishte na qenë në tregonte. Shkodër, Tiranë, Thethi kishte pëlqyer shumë, Saranda, Gjirokastra, Po, Samili po ashtu. Samili, po. Se kishte qenë me punën, se ky babai i kësaj shoqes së Soleas ishte software, inxhinier software, domethënë. Po, Edhe kishte qenë 2 muaj, se tha. nuk e dëgjova mirë se sa kishte ndjenjë, po. Diçka e tillë 2 muaj nëpër Shqipëri. Po, kishin qenë me kamper. Me kamper? Me kamper. Po, Ha. me kamper tha edhe Po mendova se mos tha me punë. Jo, me tha kamper. me kamper, po 2 muaj nuk besoj se këtë nuk e dëgjova, po mos e ke dëgjuar gabim, po tha me Mos se kamper. kam kuptuar gjermanishten, jo se Se ishte edhe muzika e ndezur. Nuk e di, po 2 muaj nuk besoj, nuk e dëgjova këtë gjë. Po tha që kishte vizituar edhe Kosovën, Maqedoninë, kishin bërë një tur shumë të bukur të Shqipërisë, edhe ishte kënaqur, domethënë e kishte pëlqyer shumë vendin tonë. Edhe tha, na pyeti edhe ne, kur shkoni në Shqipëri, sa herë vizitoni, domethënë këto pyetje kështu. Po, shumë këndshëm, shumë edhe lezet. ne i ftuam kur të vi mundësia, të vinë, ne jemi mikpritës gjithmonë. Ne si kom, si popull. Patjetër, sidomos tani që edhe turizmi është shumë i zhvilluar në Shqipëri, edhe Shqipërinë pothuajse tani Shqipëria është e njohur në të gjithë botën, se para disa viteve mund thoje kur dikush të pyeste nga vjen dhe ti thoje që vjen nga Shqipëria,
jo të gjithë e dinin se ku ishte Shqipëria ose kishin shkuar ose kishin parë Shqipërinë, por që tani pothuajse shumica e njerëzve kur I thua vi nga Shqipëria ose kanë dëgjuar njohin, gjithë, po. ose njohin ose kanë parë, domethënë ose e kanë vizituar vetë vendin, ose kanë plan të shkojnë. Po e njëjta gjë më ka ndodhur edhe tek puna. Se ne e dim për shembull nga jemi, nga e njohim njëri tjetrin, edhe 2 persona vizituan këtë verë Shqipërinë, 2 nga kolegët kishin shkuar për pushime në Shqipëri, kur u kthyen I pyeta dhe thanë që ishin kënaqur shumë, e kishin kaluar shumë mirë, ishte shumë bukur, edhe më bëhet shumë qefi që Shqipëria tani është kaq e njohur dhe një vend kaq shumë I dashur edhe për gjithë njerëzit e botës. Nese probleme edhe disa gjëra të vogla që na duheshin. Momentalisht është shumë ftohtë edhe ka 2-3 ditë që koha ka qenë shumë e keqe, fryn shumë erë, ka rënë shi, sot ka rënë edhe breshër, ka qenë shumë ftohtë dhe është shumë ftohtë dhe nuk e di tani nëse dëgjohet mirë zëri im apo jo nga era, por që sa po mbaruam gjithçka do kthehemi në shtëpi tani. Ne duam t'ju falenderojmë shumë për mbështetjen tuaj, për të gjitha shikimet që keni bërë në video tona. Jemi shumë të lumtur edhe shumë të kënaqur, mirënjohës gjithashtu. Ju dërgojmë të gjithëve shumë dashuri. Videos tonë të radhës I erdhi fundi. Ne ju falenderojmë. Ju dërgojmë përqafime dhe mos harroni të na mbështesni siç na keni mbështetur deri tani duke bërë like, comment, follow në Instagram të Solea Family dhe subscribe tek Solea Family, ku në vazhdim do të keni video gjithmonë më të bukura. Ju përshëndesim dhe ju dhurojmë përqafime dhe energji pozitive. Shumë faleminderit. Mirupafshim, shihemi në videon e radhës.